they will fail. Do të dështojnë. Why? Përse? Because they can't defend the record of the last 12 years. Sepse nuk kanë çfarë të thonë për gjithë dështimet e 12 viteve të fundit. Partia Demokratike prezantoi programin elektoral për zgjedhjet e 11 majit, duke e cilësuar atë si një projekt të plot për ringritjen e Shqipërisë. Në qendër të planit janë ekonomia, shëndetësia, arsimi dhe strehimi. Berin Kolliçi, antar i kryesisë së Partisë Demokratike, tha se ky program synon rikthimin e vendit në normalitet përmes reformave të thella. Një nga pikat kyçe është paketa e emergjencës, që parashikon minimumi jetik prej 200 eurosh për pensionistët, invalidët dhe familjet me ndihmë ekonomike. Partia Demokratike gjithashtu premton pandra më të larta, minimale 500 euro dhe mesatarja 1200 euro. Në sektorin e energjisë, premtohet ulja e çmimit në 7 lekë, ndërsa në shëndetësi planifikohet dyfishimi i buxhetit, zgjerimi i banave të rimbursuara dhe ngritja e cilësisë së kujdesit mjekësor. Arsimi do të përfitojë gjithashtu dyfishim fondesh për investime në infrastrukturë. Programi përfshin zgjerim të aksash për 3 vite për biznesin, e pashtu dhe për të rinjt, dhe 30.000 euro kredi pa interes për çdo çift të ri për strehim. Gjithashtu shteti do të financojë 20% të kredive për banesë. Drejtuesi i fushatës së Partisë Demokratike, Chris Lacivita, e krahasoi programin me platformën e Reagan dhe Trump, ndërsa Sali Berisha e quajti programin më të mirë në 34 vite, duke theksuar se qeveria aktuale nuk ka asnjë projekt dhe është e përqendruar tek keq menaxhimi dhe mashtrimi.